Prune jotja. Kjo i bën mërej pak kjo që i bën se jemi rrit me një shoqëni që kemi dëgju gjithmonë si vajza, edhe sipas kanunit, vajzat nuk ka drejt me marrë me trashëgu të baba, sepse është llogarit që ka me gëzu pasuninë e burrit. Gjithashtu vajzat janë rrit. Po sipas kanunit, kush ka konsideru që gruaja burri nuk ka pasur me burrin e ka, sot e kësaj dite rastet që ne i kemi në gjykat, vjen burri ose gru si vdes burri dhe kunat e përjashtojnë nga trashëgimia e vllaut të vdekur, jo vetëm grun, po edhe fëmijët e vllaut. Në aspektin ligjor është mentaliteti. A nuk ka diçka për mi vete gruaja, a pse janë kaq shpesh ato raste? Jo, në aspektin ligjor gruaja me padi absolutisht mundet me fitu të drejtën e pronësisë që i takon në bazë të trashëgimisë të burrit, nëse burri e ka diçka në emrin e tij. Nëse nuk ka, çështja është që shtëpia mundet me qenë trulli në emën të babgjyshit, edhe as burri nuk ka kur gjë për mi vete. Jo, atër vetëm fëmia e tij e trashëgojnë pjesën e babës që ka vdekur. Mirë, po gruaja jo, nuk mundet. Po të paktën fëmia, se nëse trashëgojnë fëmia dhe për nanën ka hapësirë të kanë qëndruar. Fëmia patjetër. Se fëmia ka prova në bazë certifikatës së lindjes që janë trashëgimtar ligjor të ndjerit, të trashëgimlënësit. Edhe ata trashëgojnë në radhë të parë, ndërsa përderisa prona, pra nuk është në emër të burrit, gruaja është fjala, vetëm mos ngatroni, është fjala për ndaljen e pasurisë së përbashkët në bazë të kontributit në martesë. Ndërsa në bazë të trashëgimisë gruaja e trashëgon pjesën e burrit barabart me fëmin, po vetëm pjesën që i takon atij në raport me vëllezërit dhe motrat që i ka. Përderisa është në emër të vjerrit. Këto që është ligjore ka një herë din me ta bë trunin lëmsh, do të thonë që është një harrieti që të bën me thonë që ka pas mundësi dikush me përfundu juridikun edhe me mbajt gjitha këto ligje, po megjithatë ajo që është në letër dhe ajo që është në praktik, si lindja me perëndimin, domethënë janë përputhje. Po kur e kthejmë tash te përmendë kanunin. Nuk pajtona, për arsye se ligjet i kanë të rregulluara marrëdhëniet shoqërore që ndodhin në shoqëri. Ose raportet shoqërore ndërmjet njerëzve në shoqëri janë të rregulluara me ligj. Kështu që nuk ka mundësi me praktik krejt ndryshe për shpesh. Kjo po i vjen që na kena problem me vajzën, me femrat që nuk e kërkon drejtën e vet. Në praktikë, nëse e kërkon të drejtën me gjykat, kemë fitu. Ashtë kjo gane se në najna rritë... Pse është dash me gjykat me... Për arsye se ta... Ai bësh lëku e mungesës së funksionimit. Për arsye se e mohon pala tjetër. Për atë arsye gjykata.